Hetimet e prokurorisë së posaçme, SPAK, lidhur me dosjen e abuzimeve me tenderat e akshit, kanë zbuluar asete luksoze që dyshohet se i përkasin biznesmenit Ermal Beqiri. Gjatë kontrolleve të fundit të ushtruara nga Byroja Kombëtare e Hetimit, në dritë ka dalë një jaht luksozi tipit Predator 50 Skyfall, vlera e të cilit llogaritet në rreth $950.000. Ndonë se ky mjet lundrues dyshohet se zotërohet nga Beqiri, ai është regjistruar zyrtarisht në emër të shtetases Xhenila Tamizi. Kjo e fundit punon si juriste pranë kompanisë së tij, Soft dhe Solution. Verifikimet e kryera nga SPAK kanë nxjerrë në dritë mospërputhje të mëdha financiare që komprometojnë këtë skem pronësie. Sipas të dhënave, juristja Tamizi paguhet me një rrogë prej vetëm 73.600 lekësh të vjetra në muaj. Kjo vlerë konsiderohet qartësisht e papërputhshme me zotrimin e një jahti që kushton pothuajse $1 milion. Përveç mjetit lundrues, në emër të juristes janë zbuluar edhe disa pasuri të tjera paluajtshme, si disa apartamente, të cilat nuk justifikohen me të ardhurat e saj zyrtare. Dyshimet përforcohen edhe më tej nga faktet e sistemit të transportit. Rezulton se deri në vitin 2021, në emër të kësaj shtetaseje nuk ka pasur të regjistruar asnjë mjet lundrues apo mjet tjetër transporti. Këto gjetje kanë bindur hetuesit se pasuritë janë fshehur përmes personave të tretë, ndërkohë që kontrollet e SPAK po shtrihen edhe te biznesmen të tjerë të përfshirë në aferat e tenderave të akshit.